Përshëndetje shikues të nderuar, kemi orë në qytetin e Tiranës bashkë me Go Taxi. Gjithë ju që dëni me pas një vëzitje të rehatshme, të shpejtë dhe të sigurt, e keni kompaninë Go Taxi nga Ferizaj, edhe mund ta shfrytëzoni edhe për aeroportin e Tiranës edhe të Prishtinës. Sot kemi orë në Tiranë me bo bashkë me Go Taxi një intervistë të jashtëzakonshme me një personalitet shumë të njohur. Shkojmë bashkë. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin Kreshia Show. Po e shihni, nuk jemi në studio të emisionit, por jemi zhvendosur këtu në Tiranë. Arsyeën do ta mësoni pak më vonë. Spori desha mi falendëruar sponsorët tonë, ata që mësuar realizimin e këtij emisioni, është ujë Sibura, një shishe ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Faleminderit shumë. Është prodhim vendor sigurisht, është lëngje Aronia, që nuk janë vetëm lëngje, por janë edhe me veti shëruese. Faleminderit shumë pronaor Desat Berisha që ka nga Zvicra ka investuar në Kosovë. Është Spitali Medical Park, atje ku jam operuar edhe tashmë komum 21 kg për një muaj, afërsisht një muaj e një javë. Te doktor Remzi Gashi, gjithë ju që dëni me pas një trup vital së korone, mundi me u lajmëru te doktor Remzi Gashi. Faleminderit shumë edhe Ger Group SHPK me ndërqim profesional si dhe Ekon Aksesor. Gjithë ju që dëni me pas një dhuratë të këndshme për gruan tuaj apo bashkëshortën tuaj, e gjeni tek Ekon Aksesor në Instagram. Rolla i vjen musafirit, është një mik i gjithë shqiptarë, sigurisht edhe mik i emisionit tim, Dritan Gonxhaj, ish ushtari i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Dritan, faleminderit shumë që na pranove. Ju falenderoj për ftesën e emision dhe ju uroj mirëseardhje në Tiranë. Faleminderit shumë që gjete kohën edhe na u bashkangjitë në emision. Patjetër, është kënaqësi. Tash edhe në prezantim ish ushtari i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Fakt si e kyç në Ushtrinë Lirimtare të Kosovës? Kyçja në Ushtrinë Lirimtare të Kosovës, po thjesht ka ardhur gradualisht. Unë kam qenë oficer në Ushtrinë Shqiptare, pra në atë kohë. Sapo isha mbaruar oficer në Shkollën e Aviacionit në Vlorë për pilot. Dhe baba im Dilaveri, pra që edhe ai ka qenë antar i shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Nëse s'gaboj ka qenë zëvendës komandant, a? Po, zëvendës shefi i shtabit përgjithshëm. Shefi i shtabit përgjithshëm, po. Në atë kohë shkruante merre me shkrime për çështjet e luftës në Kosovë, pra ato ngjarje që ndodhin në vitin 98 edhe në 97 në Kosovë. Dhe vjen një person dhe kërkon që të organizoj një takim midis babait tim, Hashim Thashi dhe Kadri Veselit, erdhën për herë të parë. Dhe për herë të parë jemi takuar me Hashim Thashin, Kadri Veselin, ka qenë restorant Gjeli në Tiranë. Restorant Gjeli, po. Te rruga Don Bosco. Ka qenë atje ka qenë takimi i parë. Me ta folën për çështjet e luftës dhe pastaj më mbrapa vazhdoi takimet, angazhimet derisa këto takime kanë qenë edhe para se të themelohej shtabi i përgjithshëm, pastaj kanë vazhduar pas themelimit të shtabit të përgjithshëm derisa pastaj filluan ofensivat në 98-ën, pothuajse në shtator 98-s, gush 98-s. Angazhimi i babait në atë kohë ishte edhe më i madh në aspektet të këshillimit ose të këto gjërat që kërkonte Hashimi ose Kadria ose këta tjerët. Unë për shkak edhe të formimit tim ushtarak, për shkak edhe të njohjes gjuhës angleze, në atë kohë sapo ishin filluar kontaktet me amerikanët, pra ata kërkonin të vinin më shumë interesat dhe duke qenë se pjesa më e madhe nuk ishin shumë të angazhuar në këtë punë, ishte një detyrë që më ngarkua mua për të mbajtur një kontakt fillestar për shkak të gjuhës edhe për shkak të pozicionit, pra një oficer ushtrisë shqiptare, pra ngjante më ndryshe se sa dikush tjetër që duke më ndryshe, pra në aspektin më zyrtar, më diçka më ashtu. Dhe pastaj pas ofensivës të shtatorit që mbaroi, pastaj kur rifilloi rigrupimi sërish i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në tetor në Dorë, atëherë filluan edhe krijimi i disa njësiteve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në Republikën e Shqipërisë për trajnime, pra fillimi i krijimit të batalioneve, kryesisht ata që vinin nga jashtë, pavarësisht se akoma nuk ishte shpallur thirrja e shtabit përgjithshëm për ardhjen nga jashtë dhe qeverisë përkohshme, pra BELLAF për 98-ën. Edhe në atë kohë vinin nga jashtë dhe organizuan 3 batalione në serviteshin në qendrën servitore në Elshan, që ka qenë qendër servitore. Më përpara ka qenë qendër servitore e Ushtrisë Shqiptare, por më pas e kishte marrë Ushtria Shqiptare e Kosovës. Plaku ka qenë atje komandant dhe mbante ai dhe kërkoheshin edhe Xheladin Gashi. Ai e drejtonte atje, Dhe normalisht ka qenë Xheladin Gashi, kanë qenë edhe oficer tjerë nga Shqipëria. Dhe kërkoheshin edhe oficer për trajnim për shu dhe unë së bashku me edhe 3 shokë të mi që kishin mbaruar, si puna ime Shkollën e Bashkuar, pra Shkollën e Bashkuar të oficerëve në Tiranë, u angazhuam fillim me trajnimin e trupave të këtyre që krimin e këtyre njësiteve të parë, nuk ishin njësitë e para, pa
njësi të rregullta, bataljone të rregullta, pra njësi të rregullta, bataljone të rregullta që krijoheshin në Republikën e Shqipërisë, stërviteshin këtu, pajiseshin me armatim këtu, me armatimin atë kohë, armatimi Bliej, pra nuk kishim ardhur akoma në periudhën e 99-s, të marsit, pas marsit 99-s, ku armatimin më pas na jepte ushtria shqiptare. Deri në fund të marsit 99, armatimin e bleni me fondet Velindja Thërret. Velindja Thërret. Pra ky ka qenë angazhimi, më pas aty si komandant bataljoni, më pas to batalionet hyn luftë në Pashtrik, kur filloi Pashtriku, dhe më pas kam kaluar nga komandant bataljoni aty në varësi të shtabit përgjithshëm, duke unë marrë si koordinator midis shtabit përgjithshëm dhe shtabit amerikan, se shtabit Ke qenë koordinator apo? Se kina një nga intervistat tuaja, nëse s'gaboj, pa dashur me hyrë në tema të vështira më herë, ku e përmend një vrasjen e banale të një ushtarit nga, nëse s'gaboj, një komandant që quhej Rushdi Saramati. Po, Rushdi Saramati, vrasja ka ndodhur me datë 1 maj të vitit 1999 në Burrel, në qendrën servitore të ushtrisë shqiptare në Burrel, ku po serviteshin edhe forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Vrasja është vrarë një ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës me origjinë nga Landovica e Prizrenit, se e mbaj më mirë, dhe plagosur 2 të tjerë. Vrasja ka ardhur për arsye banale, pra jo për asgjë tjetër, është një vrasje e cila realisht na kushtoi shumë, për arsye se në atë moment diku të rreth 250 individ të tjerë, pra që kishin ardhur vullnetarë, që kishin ardhur nga jashtë, nuk pranuan më të qëndrojnë dhe u larguan, sepse normalisht është normale të vjen. Pse u vroi? Ai u vra thjesht për arsye se normalisht ishin djem të ri, kishin ardhur nga jashtë, pra djem të ri, 19 vjeçar, 18 vjeçar. Ata nuk dinin që ishte disiplina, që ishte rregulli, pra këto gjëra, dhe edhe festonin pak, edhe gëzonin pak edhe ashtu. Jo, nuk ka lidhje me shfatërgë, thjesht kishin dalë jashtë, ishin larguar pra për një qytet për të parë, sepse normalisht ishte një periudhë që njerëzit kishin ngjuar për Shqipërinë, por se kishin parë. Momenti se e ke kallzuar interesant një moment kur kanë ardhur prind me kërkuat ushtarët? Po, kur kanë ardhur prindrit, ne kemi qenë në Burrel në atë kohë, jam ngarkuar në shtabin përgjithshëm, shefi i shtabit në atë kohë ka qenë Bislim Zyrabi, dhe Bislim Zyrabi më ka ngarkuar që të merresha me këtë ngjarje. Kemi arrestuar Rushdi Saramatën, e kemi kaluar policisë ushtarake të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pastaj se çfarë ka bërë më mbrapa, nuk e kam ndjekur, nuk e di. Mbrapa. Dhe kanë ardhur prindrit për të takuar. Ai ka qenë çasti më i vështirë, sepse djali ndodhej në morg dhe neve nuk dinim se si t'i thonin prindërve që i biri i tyre ishte vrarë, po nuk ishte vrarë në luftë, po ishte vrarë në një kazermë që menaxhohej nga ushtria shqiptare e Kosovës, ku bëhej trajnimi, dhe që nuk ishte vrarë nga dora e armikut, po ishte vrarë nga dora e shqiptarit. Është një ngjarje e cila A di na ka marrë burg Rushdia? Jo, Rushdia nuk ka mbajtur asnjë ditë burg. Rushdia ka kaluar këtë burgun për Rushdinë e ka mbajtur ai që shërbente si bodyguard i Rushdis. Aktualisht personi është i akuzuar, ndodhet në gjykatën e Hagës, pra është zoti Shala. Dhe zoti Shala Haxhi Shala? Jo, Haxhi Shala. Personi më mirë Shala, që është edhe dënuar tashmë, që u arrestuan në Belgjik. Pjetër Shala. Pjetër Shala ka qenë bodyguard i Rushdi Saramatës në atë kohë. Vrasjen e ka kryer Rushdiu, po vrasjen e mori përsipër Pjetër Shala, dhe Pjetër Shala është dënuar mbas luftës në Kosovë për këtë vrasje, nuk e di sa ka 3 vjet, 4 vjet diçka e tillë. Po ka mbajtur. Pra ka pas kësi ngjarje drejtan në ushtrisë shqiptare të Kosovës që ka pas vrasje edhe banale? Kjo ka qenë rasti banal që unë e di, pra kjo vrasje banale. A di vrasje tjera që kanë ndodhur? Jo, nuk kem pasur. Po për vrasje se shpeshherë përmendet në emisionin tim është përmend vrasja me të Krasniqit, domethënë ne kemi pas një ushtar të Forkut që ka thonë në emisionin tim se i kem dëgjuar domethënë 2 shqiptarë që duke folë shqip, njëri si i Shqipërisë, tjetri si i Kosovës, duke thonë a është ky, po ky është. Atëherë vrasja është bërë ai personi i cili në vrasja e Ahmet Krasniqit ka ndodhur në Tiranë. Te vendi quhet Shtëpia e Partisë, është një rrugicë atje ku është themeluar Shtëpia e Partisë Komuniste në vitin 1941. Ahmet Krasniqi, si ministri i mbrojtjes të qeverisë Bukoshin atë kohë, kishte një vilë 3 katëshe dhe aty ishte qendra, ishte bërë ministria, pra aty edhe rrinte. Po është e vërtetë që personat që kanë vrarë kanë qenë shqiptar nga Shqipëria, dhe personi që i është dukur me një theks si nga Kosova është nga Tropoja. Pra është me mbiemër Kërnaja, ai personi ka vdekur. Fadil Kërnaja? Jo Fadil Kërnaja, i harrova mirë, po mbiemrin është Kërnaja. Ai ka bërë ekzekutimin, dhe nga që ai nuk e njihte ka pyetur personin tjetër dhe ka pyetur a është ky apo s'është ky. Kush është ai personi i Kosovës, a dihet? Nuk ka pasur person nga Kosova, pra personi ka qenë shqiptar.
I Shqipërisë. I Shqipërisë, edhe të dy personat kanë qenë shqiptar, e ata kanë përfituar në këtë vrasje është bashkëpunuese shteti shqiptar, ose mund të them në atë kohë policia dhe shërbimi informativ i shtetit shqiptar, për arsye sepse unë mendoj që vrasja është bërë me direktiva dhe me urdhra të Serbisë, për arsye se me nxit vllavrasje? Jo vetëm me nxit vllavrasje, kjo është një nga arsyet, po arsyeja kryesore mendoj unë është për të penguar bashkimin. Pse për të penguar bashkimin? Kemi një problem shumë të madh. Ahmet Krasniqi tentoi në fillim kur u bë ministri i mbrojtjes që të merrte në kontroll ushtrisë shqiptare të Kosovës, ai dërgoi një brigadë, pra brigadan 131, si kanë quajtur ata, 134. Ata quajnë brigadë, po totalisht vetëm 150 veta. Pra 150 veta bëjnë një kompani e gjysmë, pra nuk bëjnë më tepër, një kompani e përforcuar, po u quajtën brigadë. Kur erdhën, një pjesë e tyre ndihmuan, sepse kjo brigadë përbëhej nga oficerë dhe nënoficerë të Kosovës që ishin shërbyer në ushtrinë jugoslave, pra kishin eksperiencë edhe ushtarake, por kishin edhe eksperiencë lufte, një pjesë tyre kishin marrë pjesë në luftën në Kroaci dhe në Bosnjë. Dhe normalisht kur ata erdhën në gusht të vitit, në korrik të vitit 1998 në Kosovë, u pranuan nga ushtria shqiptare të Kosovës që të vinin atje, u vendosën kryesisht në Pej, në Dugagjin, ndihmuan në organizim, ndihmuan në stërvitje, në këto kishin eksperiencë. Pra në atë kohë kishte nevojë ushtria shqiptare e Kosovës për njerëz me eksperiencë ushtarake dhe me eksperiencë lufte. Por në momentin që nisi lufta më pas, edhe duke parë që nuk e merrnin dot në kontroll ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe nuk e morën dot në kontroll komandën, atëherë ata u larguan dhe dezertuan. Realisht është që dezertuan, dorëzuan edhe armët që kishin. Që kanë ikë ata nga Absolutisht, ajo kanë ikur, ajo është e përcaktuar me dokumenta, sepse janë publikuar dokumentat e Serbisë që kanë dorëzuar armët te Serbia, pra. Dorëzimi i armëve është dezertim. Kush ka po komandanti, a dihet? Komandanti këtyre trupave ishte Tahir Zema. Dhe Tahir Zema iku. Po ti po thuaj që ka ikë Tahir Zema? Absolutisht ka ikur, se nuk ndonjë në Kosovë, iku dhe erdhi në Tiranë. Këta e bazojnë mbi faktin që Anton Çuni ka thonë që nuk ka ikë, po është kthy në Shqipëri për të rikthyer më pas. Po pse nuk e rikthye atëherë? Anton Çuni u rikthye apo ai pse nuk e rikthye? Pra një pyetje shumë e thjeshtë ja bëni Anton Çuni. Nuk është rikthyer? Jo, është rikthyer në Kosovë pas edhe në Kosovë është kthyer një muaj pas lirimit të Kosovës. Pra ka qëndruar mamurës. Edhe Anton Çuni u rikthye. Apo jo. Pse s'u kthye ai kur u rikthye Anton Çuni? Pra ka që shumë e thjeshtë pyetja. Pra këtu nuk ka ekuivoke. Pra nuk kemi pse lozim cicmic. Iku, okay. Iku. Nuk erdhi, kur ikën dhe nuk vjen, është dezertim. Është kaq e thjeshtë, pra nuk kemi pse të shkojmë më tutje, pra neve kaq po nëse i tash në intervistës se nuk thesh është dezertim. Faktikisht. Pra për këtë arsye dhe pasi tentoi dhe nuk e mori dot në kontroll shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, atëherë Ahmet Krasniqi në tetor të vitit 1998, në shtator të vitit 1998, bën një deklaratë se ata botonin një gazetë, një revista ushtrisë, diçka e tillë. Dhe atje bën një deklaratë që unë e njoh shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra kjo ishte deklarata, dhe prej këtij momenti nuk kam më fark, pra i dha fund farkut sepse deri në moment ata ishin fark dhe prej këtij momenti kam bollën një farë lloj marrëveshje. Po, prej këtij momenti tha ka vetëm UÇK dhe edhe stemat e këtyre të farkut u zëvendësuan me UÇK, pra edhe stemat e tyre që kishin u zëvendësuan me UÇK dhe vendosi që deri në fund të nëndorit, pra deri në fillim të dhjetorit, të gjithë ata që i paguan sepse farku paguante në atë kohë një sasi të madhe oficerësh me rroga që paguheshin nga fondi nga 3%. Dhe vuri kush që unë do hyj në Kosovë, pra në fund të nëndorit unë do shkoj në Kosovë pranë shtabit përgjithshëm dhe e njoh shtabin e përgjithshëm. Dhe të gjithë ata që duan të marrin pjesë në luftë, oficerat që marrin pagesë nga Ministria e Mbrojtjes e Qeverisë Bukoshi, në rast se nuk do të vinë, nuk do të marrin më pagesë. Ktu nuk ishte problemi vetëm çështja e pagesës, ktu është problemi se në rast se kjo vinte, atëherë çfarë bënte? Qeveria e përkohshme në këtë moment, qeveria e Bukoshit binte sepse një ministri i mbrojtjes binte në shtab përgjithshëm. Por dhe në këtë moment mund të bëhej institucionalizimi i luftës. Sepse deri në moment kishim një UÇK, por kjo UÇK-ja nuk kishte një forcë politike. Kjo UÇK-ja nuk kishte një qeveri më mbrapa. Ishte një organizat guerrile, luftarake e tillë. Se akoma s'kishim kaluar në fazën e kryengritjes të armatosur. Absolutisht. Pra. Dhe në këtë moment ti e institucionalizoje këtë. Pra, ti këtë UÇK-n e bëje ushtri të kësaj dhe në moment që e bëje ushtri të kësaj, atë ç'a ndodhte? Farku u dhiqe nga president i Kosovës ishte Ibrahim Rogova. Por ama në zgjedhjet që u bën në maj të 1998 për president Kosovë, në rast se mbani mend, atëherë LDK-ja deklaron që kishte 780.000 antar. Pra në rast se ky antar i Farkut, pra i qeverisë të Farkut, i qeverisë Bukoshit do të vinte në shtab përgjithshëm, automatikisht institucionalizohet. Në rast se institucionalizohet, atëherë Rugova do duhet i bënte thirrje si president i Republikës, si komandant i forcat armatore, këtyre 700.000 veta që të mbronin pragun e shtëpisë realisht, futeshin luftë.
po në rast se ne do ishim 700.000, 800.000, a mendoni ju se do kishim nevojë për NATO nesër? Po jo. Ne do e kishim çliruar edhe për shefin edhe dhe për këtë arsye, që mos ndodhte ky bashkim, që mos ndodhte ky nacionalizim, u dha urdhri që ky zotëria të vritej dhe u vra nga duart e shqiptarëve, sepse dorasit te neve nuk kanë munguar kurrë. Në gjithë historinë e kombit shqiptar, neve dorasit i kemi pasur të lirë. Fatkeqësisht, të vërtet. Po cili është roli, me që e përmend ish presidentin Ibrahim Rugova, roli i tij në luftën e Kosovës? Roli i tij në luftën e Kosovës është njësoj si Tahir Zemaj, dezertor. Pse? Nuk ka asgjë të. Është e rëndë kjo. Jo, nuk është e rëndë, sepse siç e tham që parë që Tahir Zemaj iku, edhe presidenti Rugova iku. Pra në momentin që populli po i digjej, po i vritej, po i përdhunoi, po i masakroi, ky vendosi të ikte me familjen, vetëm me familjen e tij në Rom. Pra, u kujdes vetëm për familjen e tij, ndërkohë që ai mund ta çonte familjen, thoshte unë rri sepse unë jam presidenti i popullit. Dhe rrinte atje. Jo, ai iku dhe iku. Pra e la popullin në mëshirë të fatit. Në momentin që ti e ke dhënë vetes detyrën e çobanit. Pra çoban, dhe ti i lshon delet, bëni si doni ju thu deleve se unë kam hallet e mia, edhe ikën, në atë moment ti nuk je më çoban, ti je dezertor. Vërtet. Po e vërtet për dezertor, për Rugova nuk e di tetë më mirë. Unë po e them këtë që ka ndodhur. Si unë jam i ri, po. Unë po them këtë që ka ndodhur, këtë që e dim të gjithë, pra nga historia që zotëria iku. Dhe kërkoi që t'i binin një avion dhe t'ikte. Pra shkoi takoi Miloševićin, nuk po hyj kësaj si e qyshe tek normalisht se mund ta kenë detyruar, kanë detyruar, është problem tjetër. Kanë detyruar. Ajo është komplet Adnan Marufi që kanë detyruar, po. Dakor. Por ama të largohej nuk e detyroi kush. Të largohej zgjodhi. Ishte zgjedhje largimi. Dhe kjo i vë pikën për mua. E ke thonë një deklaratë interesante drejtan, mua çka kalon përshtypje është që keni thonë që në kohën kur ka ardhur në Likovs, nëse s'gaboj, kryeministri Albin Kurti në detyrë që tashmë është, Samir Shtoku e ka lutë, i ka kërkuar me vesh uniformën e OÇK-s, por nuk e ka vesh. Ka qenë në Arbri, keni qenë ju prezant? Jo, në 98-ën shtabi i përgjithshëm është themeluar në Arbrit të Kosovës, në Arbrit Drenicës. Dhe pothuajse deri në nëndorë të 98-ës, shtabi i përgjithshëm ka qenë atje. Pastaj në nëndorë të 98-ës është vendosur në Kleçk, në malet e Pagarushës. Dhe në shtator, Adem Demaçi është është caktuar nga shtabi i përgjithshëm si përfaqësues politik i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. E vërtet. Pra, sepse ka dy pse theksoi shtabi i përgjithshëm, sepse në fillim ka qenë përfaqësues politik i shtabit të përgjithshëm. Dhe kur ka ardhur atje, ka ardhur bashkë me Albin Kurtin dhe Samir Shtaku i ka propozuar Albin Kurtit që të bëhet pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Konkretisht Samir Shtaku. Konkretisht Samir Shtaku. Dhe zotëria nuk ka pranuar. Unë nuk kam qenë prezent, por ama prezent në këtë sallë, në këtë vend. Kanë qenë edhe 7 vetë atje. Kush janë ata? Tonë 7 persona të tjerë. Le ti thot Samir Shtaku. A ka qenë babai juve atë? Jo, nuk ka qenë. Le ti thot Samir Shtaku. Kjo është era e parë. Ka qenë thoçi këta, ish presidenti? Jo, pra jo, tha që nuk ka qenë në moment. Po ka qenë Kadri Veseli. Po Kadri Veseli nuk mund të flasë sepse ndodhet diku tjetër, po Samir Shtaku është gjallë dhe mund ta thotë. Kurse propozimin e dytë i është bërë kur ka qenë në Kleçk, në shtabin e përgjithshëm në Kleçk, në dhjetor, atje propozimin e ka bërë La Ibrahimaj. La Ibrahimaj. Po. I ka thonë vesh edhe nuk o vesh. Po. Kjo është deklaratë e saktë. Kjo është deklaratë e saktë. Të dy personat janë gjallë dhe të dy personat mund t'i pyesin dhe mund të thonë, Po, nëse unë gënjej. Pra juve mund ta pyesin, ka gënjur Dritani apo s'ka gënjur Dritani? Pra kaq shumë e thjeshtë. Po shumë e thjeshtë, po. Kaq është. Nuk e besoj djali i komandant Shpendit, nëse s'ka bëj apo? E ka pas në Shpendi Delaveri? Jo, shpëtim. Shpëtim golem. Nuk besoj që djali i komandant Shpëtimit gëzon me gënjej. Jo, unë them që nuk po gënjej. Personat janë gjallë dhe mund të dalmi tek ti, po pse nuk guxon me vizitu Kosovën? Se unë e di që e do shumte. Unë nuk vi dot në Kosovë për arsye se jam person në kërkim nga gjykata e Hagë, nga kjo gjykata e Kosovës që ndodhur në Hagë, se po i themi gjykata e Hagës, gjykata e Hagës, është gjykata e Hagës. Është gjykata e Kosovës që ndodhur në Hagë. Akuzohem për të njëjtën vepër që akuzohet edhe Hashim Thaçi pra për dëmtim të drejtësisë në nxjerrje të pengim drejtësisë, këto budalliqet e tyre, pra. A ke zbuluar në dëshmitar se unë e di që ke thonë që ka njerëz që janë marrë jo, ata nuk janë dëshmitar, unë i kam akuzuar, nuk kam, sepse këtu qëndron problemi. Problemi thotë që ata më akuzojnë se unë kam nxjerrë emrat e dëshmitarëve, ndërkohë që unë nuk kam nxjerrë emrat e dëshmitarëve. Ata nuk janë dëshmitarë, unë i kam akuzuar për dëshmitar të rrem, për dëshmi të rreme. Pra unë kam bërë akuzë publike që këta njerëz janë dëshmitar të rrem. Pra është ndryshe ti je dëshmitar, të nxjerrësh emrin e një dëshmitari, është ndryshe ta akuzosh dikë për dëshmi të rreme. Kush janë dëshmitarë? Unë kam akuzuar 6 persona që janë dëshmitar të rrem në procesin gjyqësor ndaj Sali Mustafës.
Sali Mustafa është akuzuar me dëshmi të rreme. E njëjta gjë është akuzuar me dëshmi të rreme edhe Pjetër Shala, edhe emrat e tyre të Pjetër Shalës dhe të familjes, ata janë një familje që e akuzojnë Pjetër Shalën. Edhe ata i kam deklaruar, pra i kam thënë, pra këta janë dy persona që për momentin është e vërtetuar që janë akuzuar me dëshmi të rreme. Edhe pjesa më e madhe, edhe dëshmi të tjera që janë në procesin tjetër ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Bas Jakub, janë totalisht të rreme, janë prralla. Pra janë të rreme për arsye se ti i ka akuzuar këta persona për diku të rreth mbi 150 serb të vrarë ose të humbur ose të zgjuar. Ndërkohë që dëshmitë e familjarëve të tyre serbe thonë që kur vinë në proces thonë që fëmijët e tyre, burrat e tyre, baballarët e tyre kanë qenë paramilitar, pra kanë qenë veshur. Në momentin që ti je paramilitar, atëherë këto dëshmi nuk kanë punë në këtë proces, sepse ti i ka akuzuar për krime lufte. Të vrasësh një ushtarak nuk është krim lufte. Krim lufte është vrasje një civil, pra këtu në këto mes kemi vrasje të civilëve. Kemi vrasje të ushtarakëve. Absolutisht, po paramilitarëve. Po. Ç'pun kanë ata në këtë proces? Çdo njeri kish vrarë paramilitar. Edhe unë sa të më mor praktikë shtëpisë. Absolutisht. Pra kjo është problemi. Dhe pastaj thon drejtësi, këtu s'ka çështje drejtësie më. Çka mendoni ju, a do të lirojnë ata? Unë uroj që të lirohen, po kjo drejtësia e këtyre, kjo drejtësia e mbrapsht e këtyre ndërkombëtarëve, unë nuk një mendim thotë që një pjesë do të lirojnë, një pjesë do t'i mbajnë në shkallë të parë, pastaj kur shkojnë në shkallë të dytë mund të lirohen. Cilat do të lirohen sipas teje? Mendimi jot? Unë mendoj që ata do të lirojnë Kadri Veselin dhe Recep Selimin në shkallë të parë dhe pastaj Baca Jakub edhe Hashimi e fitojnë në shkallë të dytë dhe lirohen. A e sheh ish presidentin thotë që përsëri në politikë Kosovë? Unë do të doja që të kthehej. Nga disa deklarata, nga disa intervista që ka thënë në fund, kam parë një stepje të tij që nuk do të përzihet më në këtë. Por ama unë do të thosha që I duhet Kosovë sigurisht. Duhet të kthehet sepse ka një karizëm, ka një ashtu mund ta bëj bashkë opozitën e cila është bërë pikë 5. Pra le ta themi, opozita në Kosovë është secila është pikë 5, secila në sabletin, kanë fundur duar në xhep edhe po rrin me duar në xhepa. Pajtuna plotësisht. Rrish me duar në xhepa, në opozitë nuk është opozitë. Është sehirlik. Pra hajde dalim dhe bëjmë sehirlik. O bo paterice e pushtetit? Po nuk do të thosha paterice e pushtetit, po pushteti është duke shfrytzuar këtë sehirlikun e tyre. Të paaftësinë e tyre për të bashkuar, të paaftësinë e tyre mungesën e karizmës, mungesën e një individi, një personi që t'i bëj bashkë për një luftë politike. Pra, problemi është një luftë politike, por një luftë politike jo si kjo që bën Albin Kurti, kjo nuk është luftë politike. Në luftë politike me të akuza unë në fillim kur filloi procesi politik në Kosovë pas luftës, pra në 10-15 ditë e para ka qenë një proces politik i ëmbël i këndshëm që ishte shembull për pjesën tjetër shqiptarëve. Që shisi bëhet politika në Kosovë, pra normalisht me ato akuza, po pa akuza të cilat, pa sharje, pa fyrje, pa denigrime, pa këto gjërat dhe edhe procesi zgjedhor ishte i këndshëm. Tash jena mazizit e ju. Tash juve na keni kopjuar neve dhe kjo është. Jo mazi. Nga njëra anë vërteton që jemi një popull, një komb, pra nuk ekziston kombi kosovar, këto prrallat e kombit kosovar nuk ekzistojnë. Nuk pajtohesh me Xhbeten Spahit që thotë kombi kosovar? Jo, nuk pajtohem se nuk ka komb kosovar, sepse komsia e thot Fanoli nga një shprehje pra. Unë jam me Fanolin dhe jo me Nezhmedin ose me gë tjetër. Fanoli thotë që fen mund ta zgjedhësh. Pra fen njeriu e zgjedh. Musliman, katolik, budist, çfarë do të thotë. Kurse kombin nuk e zgjedh dot se ke lindur. Pra aty ke lindur. Dhe që ta ndrosh kombin, duhet më parë thot marrësh një vul që të të tratohet. Pra kjo është. Pra un jam me Fanolin, nuk jam me Nezhmedin. Është vërtet. Po kur jemi tek vrasjet që përmendëm më herët, të vrasjet e pas luftës të eksponentëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kush mendon që se shpeshherë kanë gjujt shiku tek këto? Duhet kemi një vrasje të pas luftës të eksponentëve politik të LDK-s, unë mendoj që duhet të gjenden brenda rradhëve të LDK-s, sepse nuk ka pasur asnjë edhe le ta shohim shumë aspektin e thjeshtë. Do marrim thjesht ta zëm se nuk kemi lidhje me këtë punë. Dhe po dëgjojmë që një vrasje politike. Okej. Këta që dolën nga lufta krijuan partinë e tyre politike dhe kishin boll akuzën kurriz. Kishte edhe plot probleme sepse kishte edhe sepse duhet kemi një parasysh një pjesë që dolën nga UÇK-ja menduan se ju përkiste Kosova, edhe filluan edhe ta egzageronin, pra me këtë se ne kemi çliruar, ne u kemi çliruar, merr atë, merr këtë, pra kishte edhe egzagjerime të tilla, kishte edhe budalliqe të tilla, pra nuk përjashtoshin këto. Dhe këta që dolën me këtë forcë politike nuk kishin asnjë nevojë të vrisnin kundërshtar politik të një partie politike të fuqishme, sepse LDK është një parti politike e fuqishme. Absolutisht. Politike e fuqishme. Sepse kjo jo vetëm që nuk i lejon të hiqte mundësinë për të bërë përpara, për të marrë elektorat,
por i bënte target pra me gisht, shik këta që të vrasin, shik këta që të bëjnë. Dhe përsëri këta i morën gishtin, pra këta të vrasin. Ndërkohë që nuk kishin nevojë të vrisin asnjë zyrtar të LDK-s. Unë mendoj që vrasjet e zyrtarëve të LDK-s kanë ardhur për hesapet të brendshme të LDK-s për nevoja politike të pas luftës, sepse pas luftës ndryshoi rrjedha politike në Kosovë. Pra të bëu vrasja është brenda LDK-s? Unë mendoj që vrasjet janë brenda PDK-s, brenda LDK-s për nevoja politike të fraksioneve të ndryshme, të njerëzve të grupeve të ndryshme brenda LDK-s, të cilat po ti shohësh në atë kohë ishin shumë të fuqishme. Sepse sepse ndryshoi. Për shembull nuk di me emra, nuk mund të them me emra, po unë mendoj që sepse duhet kemi një parasysh. Me futjen e PDK-s në sistem, me futjen e AK-s në sistem, pra u futën dy grupe të UÇK-s në politikë. Absolutisht. Po. Atëherë ti i merr terren këtyre të LDK-s. Dhe në momentin që i merr terren, atëherë duke qenë se kjo tavolina nuk është më e tyre tashmë, se ke hyrë edhe ti në këtë tavolinë. Atëherë për këtë territorin që do mbesi, për të gjysmën territorë, atëherë do filloi rivaliteti brenda këtij gjysmës territori, sepse ti se ke më këtë dhe sa e kishim gjithën, ishim dakord të ndar ti këtë unë atë. Po në momentin që tash ti ke humbur gjysmën, mbetet vetëm gjysma, atë kjo gjysma do fillojmë të rindajmë territoret nga para. Dhe rifillimi i ndarjes të territorit, kur flasim për territore politike, pra jo për territore plagë. Pra fillimi i ndarjes të territoreve politike do të sjellë përplasje politike. Absolutisht. Dhe këto përplasje politike në Kosovë çojnë në këtë aspekt. Rikthehemi tek shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ligjore të Kosovës. Kush ka qenë komandanti përgjithshëm i shtabit të ushtrisë ligjore të Kosovës? Kur shtabi i përgjithshëm është themeluar me datë 10 qershor dhe duhet të thonë data 10 qershor është një nga datat më simbolike që ka historia e popullit shqiptar dhe që është fatkeqësisht në Kosovë nuk e festojnë, nuk është bërë datë historike të themelimit të shtabit për arsye se me datë 10 qershor të vitit 98 është themeluar shtabi i përgjithshëm. Këta që janë sot në Hag janë themeluesit e këtij shtabi të përgjithshëm, pra përpara se çdo kush i drejtonte gishtin këtyre për akuza duhet mendonte që pa themelimin e këtij shtabi sot askush nuk do mund të drejtonte gisht. Sepse s'do kishte luftë, s'do kishte zhvilluar Kosova. S'do kishte asgjë. Pra kaq është e thjeshtë. Pastaj tjerët i diskutojmë si do. Dhe data 10 qershor është data e lidhjes së Prizrenit. 10 qershor 1878 është data e formimit lidhjes së Prizrenit. Dhe me 10 qershor është data e formimit të shtabit përgjithshëm. Me 10 qershor është edhe data e hyjtjes në fuqi të kapitullimit të ushtrisë serbe në Kosovë, marrëveshjes Kumanovës. Pra, këto janë data historike dhe simbolike për Kosovën. Dhe kjo datë, Kosovë nuk është bërë datë zyrtare, nuk festohet, nuk përmendet fare. Kjo është turp për historinë. Nga kush është themeluar, kush ka qenë atë? Shtab, antar shtabi i përgjithshëm, ka qenë këta të katër që janë në Hag, pra Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Kadri Veseli, Sokol Bashota, Xhavit Haliti sigurisht. Jo, Xhavit Haliti nuk ka qenë prezent. Xhavit Haliti s'ka qenë prezent fare në Kosovë. Xhavit Haliti ka ardhur në Kosovë pas luftës. Pra Xhavit Haliti ka qenë atë kohë, ka qenë një nga nxitësit e themelimit të shtabit, sepse kanë qenë antar i SRV-s, pra sektorit të rëndësisë veçantë të LPK-s që merrej me çështjet e UÇK-s. Po Xhavit Haliti ka dieni të saktë për atë çfarë ka ndodhur Ilir Konushevsi dhe për atë çfarë ka ndodhur edhe ministrit mbrojtjes të Farkut që Ahmet Krasniqit. Përpara se të ndodhte vrasja e Ilir Konushevsit, ku ju është dhënë armatimi dhe cilët janë dhe personat që i vendosën Ilir Konushevsit që ju dhanë shoqërimi. Ishin dy persona të Shikut, dy oficerë të Shikut, nuk kanë qenë të Gardës së Republikës, kanë qenë të Shikut. Të dy personat, dy oficerë të Shikut që kanë shoqëruar atë ditë Ilir Konushevsin me një makinë mbrapa pa. Ka qenë makina e dytë, jo makina e parë kur është sulmuar Ilir Konushevsi. Dhe këta persona më pas janë larguar dhe nuk kanë bërë asnjë deklarat asnjë dhe këta persona normalisht që i ka caktuar Fatos Klosi me kërkesë të Xhavit Halitit, sepse kanë qenë miq bashkë, kanë pasur dhe marrëdhënie bashkë dhe Xhavit Haliti ka obligim të tregojë për këtë bisedë që ka ndodhur, që ka qenë kush ka qenë në bisedë me Ilir Konushevsin dhe çfarë ka ndodhur edhe me armatimin, sepse ata që vranë Ilir Konushevsin nuk e morën armatimin. Armatimin e morën sërish, e morën mbrapa këta njerëz të Shikut dhe ja dhanë po prapë Xhavit Halitit. Ç'u bë me armatimin? Ku shkoi? Pse u tentua të rishitej ai armatim? Azem Syla është caktuar komandant i përgjithshëm i këtij shtabit përgjithshëm dhe komandanti i UÇK-s deri në këtë detyrë e ka mbajtur deri në janar, mos mbaj mend, deri me datë 6 janar të vitit 1999, kur është bërë një mbledhje tjetër në arbrit Kosovës të shtabit përgjithshëm, ku kanë marrë pjesë edhe komandantë e zonave operative dhe është hequr me vendim shtabi përgjithshëm dhe komandanti Azem Syla është karkuar nga komandanti i shtabit përgjithshëm dhe është caktuar Suleman Selimi komandanti i shtabit përgjithshëm. Pra kanë bërë këto deri në këtë pikë. Pastaj Azem Syla ka qenë në Rambuje dhe pastaj u bë ministri i mbrojtjes në qeverinë e përkohshme që themeluar atje. Në fakt cili është roli i Azem Sylës edhe Xhavit Halitit sepse unë kur e kom pyet Fatos Klosin thotë i kom taku dy njerëz në intervistën me mua thotë
E kam taku njërin që më dok që tregonte pralla, që është Ibrahim Kelmendi, dhe e kam taku tjetrin që ka qenë më me këmbë në tokë, që është Xhavit Haliti. Xhavit Haliti, siç thash, ka qenë antar i sektorit të rëndësisë veçantë dhe merrej mbulonte çështjet e UÇK-s, pra që nga 1995 kushtet 94 kushtet themeluar ky sektor i rëndësisë veçantë. Mund të jem gabim për datën, se unë s'jam antar i LPK-s, nuk jam marrë me çështjet e LPK-s, po se datë shumë sa herë. Dhe është në rrjedhat e formimit të kësaj, edhe deri në 97-ën. Pra deri në 97-ën edhe Ibrahim Kelmendi është në rrjedhat të njëjta ngjarje se ka qenë antar i kryesisë së LPK-s dhe kryesisht LPK-ja ka qenë angazhuar shumë deri në 97-ën kur UÇK-ja ka dalë. Në momentin që UÇK-ja ka dalë në 97-ën, për atij momenti LPK-ja nuk ka pasur më qasje, sepse gjithë qasjen e mori SRV-ja, pra sektori i rëndësisë veçantë. Dhe prej 97-ës e mbrapa Ibrahim Kelmendi nuk di saktë se çfarë ka ndodhur, mund të di me të thëna, po personi që di më saktë është Xhavit Haliti, sepse ka qenë direkt i angazhuar në këtë gjë. Dhe kontakti kryesor në Tiranë ka qenë Xhavit Haliti, pra ka takuar Mera Mizalina me këta tjera që nga 91-shi. Fatos Klosi, Xhavit Haliti. Pra këta kanë qenë personat që dhe këtë detyrë dhe mbante ka qenë antar i shtabit përgjithshëm Xhavit Haliti me themelimin e saj. Kanë qenë antar i drejtorisë politike, drejtori i drejtorisë politike është caktuar Hashim Thaçi prej fillimit, pra këtë detyrë ka pasur Hashim Thaçi deri në momentin që u bë kryeminist i qeverisë përkohshme në prill të 99-s, ka qenë drejtori i drejtorisë politike. Pra kjo ka qenë detyra e tij, nuk ka pasur detyra komanduese, nuk ka qenë komandant për të akuzojnë për verbë, nuk ka pasur një ushtar në varësi që ti thoshte bëj atë. Pra kjo ka qenë detyrë politike. S'ka mujt edhe me dashur. Po se s'ka pasur. Po shpesh herë akuzojnë, e kompoj këtu në Tiranë, akuzojnë për Beadin Allaçit, kështu çka mendoni ju? Shiko, kjo çështje e Beadin Allaçit është një çështje që ka një hetim në këtë. Hetimin e ka bërë LPK-ja. Ka bërë LPK-ja një hetim. Duket se ka shkruar një libër Bedri Islami. Një libër që ka bërë ka folur edhe për këtë çështje. Unë nuk e kam lexuar librin. Ish kryetari i LPK-s. Po. Se gjendet aktualisht Gjermani nëse s'ka bëj. Po, Bedri Islami thotë që i kemi dërguar letër shtabit përgjithshëm dhe kemi kërkuar korrespondencë pra mbi këto çështje, për dy çështje, për vrasjen e Beadin Allaçit edhe për vrasjen e Sandukanit. Këto dy kanë qenë gjërat që ata kanë hapur një hetim LPK-ja, kryesia e LPK-s. Nuk di të them të drejtën se si e ka mbyllur, ajo çfarë më ka mbetur mua dhe që them që është merak për gjithë, kryetari i LPK-s e ka obligim, duke qenë se ka qenë kryetari një partie ilegale të organizuar në çështjet e ushtrisë shqiptare të Kosovës, në të gjitha këto dhe në ngjarjet shumë të rëndësishme, për cilat kanë mbetur edhe boshllëqe të mëdha pas luftës, si punë e kësaj që u thot, e ka detyrim kushtetues, e ka detyrim kombëtar të publikojë dhe moral të gjithë këtë dokumentacion të LPK-s që këta kanë. Pra ta bëj publike, ku të gjithë njerëzit të lexojmë, sepse ju po më pyesni mua, unë kaq di për këtë ngjarje. Dikush tjetër mund di më shumë dhe pastaj unë flas kaq, dikush vet kaq dhe njerëzit fillojnë të drejtojnë gishtin. Ndërkohë që ata që kanë dokumenta, që kanë letra, që kanë gjëra, duhet të publikojnë këto sepse u bë 20-30 vjet mbas kësaj gjëje. Pra ka ardhur koha dhe unë nëpërmjet jush i bëj thirrje që ti publikoj gjithë dokumentacionin që ka. I bën thirrje Bedri Islami sigurisht. Patjetër, kryetarit. Sa i ka dokumentacion? Absolutisht që ka, sa ai e ka, kryetari e ka dokumentacionin, ta publikojë gjithë dokumentacionin. Ta bëj publik, ta aksesueshëm për të gjithë neve, për gjithë ata që kanë interes. Sepse edhe emisionet do bëhen më të interesante pastaj. Absolutisht. Sepse nëse kur ta thrasësh dritan gjë tjetër, ke një dokument, ky dokument thotë kështu. Dhe komo bazohesh. Pra diku të bazohesh, por ama e heq atë mundësinë që fillojmë të drejtojmë gishtat njëri tjetrit. Është vërtet. Por roli i liderit të BDI-s, Ali Ahmeti në radhën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, cili ka qenë? Edhe Ali Ahmeti ka qenë antar i SRV-s, pra i kësaj SRV-je. Ali Ahmeti, pra Xhavit Haliti, Azem Sylla dhe Ali Ahmeti kanë qenë tre kryesues e SRV-s, sektorit të rëndësisë veçantë. Dhe këta janë marrë me çështjet e kësaj. Roli i Ali Ahmetit ka qenë i njëjtë si me rolin e Azem Syllës sepse këta kanë caktuar me zona, pra zonën e Dukagjinit e mbulonte Ali Ahmeti. Qoftë me financa, qoftë nga ana politike, pra kjo ka qenë detyra e tij Ali Ahmetit. Ali Ahmeti ka qenë edhe personi kontaktit kryesor, sepse është vetëm për një ngjarje për cilën Ali Ahmeti duhet flas. Ali Ahmeti ka qenë kontakti i grupit Zahir Pajazitit me Nahit Hasani, pa. Kur erdhi Nahit Hasani si komandant dhe kur Nahit Hasani është arrestuar, grupi Zahirit nuk dinte që kishte kohë që nuk kishte kontakt. Dhe atëherë autorizojnë një person të tyre, ai ka bërë edhe deklaratë publike që ka marrë në telefon Ali Ahmetin dhe i ka thënë ore,
ka ditë që nuk kemi kontakt me personin që na keni sjell, pra sepse kishte dërguar këta, SRV-ja kishte dërguar Najt Hasani. Najt Hasani ishte arrestuar, kishte ditë që ishte në burg. Dhe Ali Ahmeti, ai thotë që Ali Ahmeti më ka thënë që ta shoh do të kthej përgjigje. Dhe pas një dite aty merr telefon thotë jo, më thotë është si kokra e mollës, ndërkohë që personi ishte në burg. E kush është ai person që ka thënë këtë? Ali Ahmeti. E po ai tjetër që e ka thirrë Ali Ahmeti. Është gjallë personi, është kontakti kryesor i Azer Pajazitit me LPK-n. Hasan Zeneli? Jo, nuk është Hasan Zeneli, është një person i cili Bislim Zuga? Jo. Se po lozi me emra, unë nuk po është gjallë dhe për emrin mund të pyesni Avnia Jetin. Po. Mandej çka ka ndodhur? Dhe pas kësaj deklarate publike që ky Ali Ahmeti nuk ka dalë më që të thotë përse e ka thënë këtë që personi është si kokra e mollës, e ka thënë thjesht për me kalu kohën apo ka pas në se personi ishte në burg, pra nuk ishte si kokra e mollës. Sepse këtu pastaj fillojmë të zgjarojmë edhe çështjen e rënies prit të Zer Pajazitit. Pse po thuaj që ka diçka, nuk e besoj që Jo, nuk po them që ka diçka, na ndihmon të sqarojmë. Sepse në rast se ti thua që dele sqaron që po, unë ja kam fut kot. Nuk e disha s'kam fol fare me personin dhe veç thash kot. Okej, dim që ti ke fol kot. Tash hajde ta gjejmë Aliin kur të takoj në intervistë. Absolutisht. Po. Alia duhet të deklarohet për këtë gjë. Se na ndihmon me ditë kush e ka qenë prit Zer Pajazitin, kështu po thua ti. Na ndihmon, jo me ditë, na ndihmon që të sqarojmë të heqim shiko. Kur ti e heq një, pra ti thua që është, okej, në rast se Alia thotë që unë e kam marrë në telefon dhe kam fol me të, po ndërkohë personi ndodhet në burg, atëherë ka dy gjëra. Ose serbët e kanë lënë telefonet për të parë se kush e merr dhe mund të ketë folur dhe edhe Alia ka rënë prej kësaj, dhe ata kanë ndjekur pastaj. Ose tjetra Alia ka dashmëruar pe ose Alia ka dashmëruar edhe se ka marrë hiç në telefon, edhe i ka thënë këtyre që po kanë folur si kokra e mollës. Ose e ka marrë telefon e ka ditë po. Shiko, gjitha këto janë ose. Po. Pra deklarata e Aliut na bën që okay, e heqim, nuk shohim më këtë, po tash të shohim se ku çedon problemi. Pra për këtë arsye unë them që njerëzit duhet të flasin dhe duhet të publikojnë ato që kanë. Sepse shumë ngjarje duhen të sqarohen. Se janë ngjarje të rëndësishme. Dritan, kemi orë në fund të intervistës edhe muhabetit, faleminderit shumë për fund. Çka mendoni për kryeministrin e detyrë Albin Kurti? A dyshon në dashurinë e tij ndaj dhëut të Kosovës, sepse shpeshherë kemi pas deklarata jo, pse e kanë liruar vetëm këto prej burgut, unë për vetes dyshoj. Po ju? Shiko, nuk e hyj asaj pse e kanë liruar ose kush e ka liruar, kush ka ndërhyrë që të lirohet, këto gjëra të tjera. Nuk merrem me këtë punë. Sepse nuk ja vlen. Në atë kohë ai nuk është liruar vetëm ky prej burgut, janë liruar edhe të tjerë prej burgut, pra nuk është se u lirua vetëm Albini. I bojnë akuzat pa drejta, po. Kjo është diçka tjetër, pra. Të gjithë burgosët liruan që ndodheshin atëherë, pra 1000 ca veta, se 200-300 veta, pra. Kjo nuk është se dikush një ditë më parë, dikush një ditë më pas, kjo nuk ngre asnjë pajtona plotësisht. Pesh, nuk ka gjë. Unë nuk është, duhet ndajmë dy gjëra. Te çështja të dashuria për Kosovën, dashuria kombëtare. Pra, unë te aspekti kombëtar nuk e shoh Albin Kurti, e shoh vetëm te aspekti i Kosovës, pra e shef Kosovën si shtet, po vetëm nën menaxhimin e Albin Kurtit. Pra gjithë Kosova pronë e Albin Kurtit. Dhe kjo na sjell te bajraktarizmi shqiptar. Albin Kurti do Kosovën për vete, Sali Berisha do Shqipërinë për vete, Edi Rama do Shqipërinë për vete edhe për Greqinë, edhe për Vučićin. Tash ç'a mbetet unë të tjerët? Pse Edi Rama po akuzon edhe për Vučićin? Po sepse ai ishte Edi Rama që thosh që na propozoi me Vučićin Ballkanin e hapur. Pra Ballkani i hapur është Jugosllavia e re. Çdo kush që thotë që shkojmë te Ballkani i hapur do thotë Jugosllavi e re. Po se Jugosllavia e re i shërben servis, nuk ka shërben neve. Po ma ngrej që shtojnë populli atë gjun me dolma. Edi Rama mendon që ka bën mjaft për kredet e ushtrisë shqiptare në Hauk? Unë nuk di të ketë bërë ndonjë gjë. Po këto deklarime nuk janë asgjë po? Cila deklarata? Po që thonë kundër gjykatës të Haukës. Ato s'janë deklarata, ato i bën çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë. Edi Rama është kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Republika e Shqipërisë ka institucione. Dhe Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, edhe ata të tjerë që janë të akuzuar, janë shtetas së Republikës së Shqipërisë. Në rast se nuk janë, mund të bëhen shtetas së Republikës së Shqipërisë, duhet të ishin bërë shtetas së Republikës së Shqipërisë, por jam i bindur që të paktën këta të parat janë shtetas së Republikës së Shqipërisë. Dhe Republika e Shqipërisë, kur ti ke ndaluar shtetasit e vet, atëherë Republika e Shqipërisë ka një zyrë avokatie të popullit, ka një zyrë avokatie shtetërore dhe duhet të angazhonte menjëherë
këto zyra avokatie për të drejtat e këtyre, për akuzat që janë bërë, për të drejtat njerëzore që janë shkelur. Nuk i ka aktivizuar. As pak, shteti shqiptar s'ka aktivizuar atë, pra duhet të aktivizojë institucionalisht shteti shqiptar. Pse po do të thonë që te Edi Rama nuk i gëzohet lirimit tash më thoshit? Unë nuk e di zot, kjo është diçka tjetër, është diçka personale, po unë hy te veprimi që duhet të bëj ky në aspektin institucional, pra se ky i ka këto mundësi. Çka e kish ndihmuar me pas mos të? Absolutisht, çfarë i kish ndihmuar? I kish ndihmuar që në rast se edhe ti kish angazhuar një grup avokatësh për të drejtat e njeriut, prej fillimit që janë shkelur, për akuzat që janë shkelur, atëherë do kishte sjellur ndryshe gjykata. Nuk do kishte shkelur këto drejta njeriu që ua ka shkelur. Që kur e ka ndaluar marrëdhëniet me familjen, që ka ndaluar telefonat me familjen, pra këto janë shkelje drejtë njeriu. Shkelje pra, trona. Ti ja ke pikërisht ja ke shkelur, po ky është edhe shtetasim, dhe si shtetasim ti s'mund ta bësh këtë. Dhe pse s'mund, do thoshin këta se po kjo gjykata s'pyet, jo kjo gjykata pyet, sepse problemi është që këto po ndodhin në një burg në Holland, dhe ti këtë ja kërkon Hollandës. Pra ti, sepse burgu është i Hollandës. Dhe këto drejta atyre po i shkelen në këtë burg të Hollandës, burgu s'është i Kosovës, dhe i kërkon shtetit Hollandës që të drejtat e qytetarëve të mi në këtë burg të mos shkelen. Vërtet. Pra nuk ka bërë asgjë shteti shqiptar në këtë aspekt. Si shtet, si individ, deklaratat nuk lën peshë sepse ti je kryeministër. Unë mund të bëj 700 deklarata, unë s'kam asgjë gjë në dorë, vetëm deklarata bëj. Dhe ti mund të thosh, shi sa mirë foli Dritani. Dakor, po kaq ka Dritani në dorë. Absolutisht. Kurse ai ka më shumë se Dritani. Po, se ka një shtet, po ai s'e ka shfrytzuar këtë. Pra në këtë moment ai s'ka bërë asgjë. Pra në rast se ti krahason fuqinë e një kryeministri me fuqinë e një qytetari, atëherë që këtu jemi gabim, s'mundi vësh shumë gabim. Peshore. Si jemi njësoj. Absolutisht. Edhe me fuqinë e një gazetari, se gazetari është me fol. Absolutisht. Prandaj po them që ka pasur mundësi, ka akoma mundësi, s'ka bërë asgjë institucionalisht, atëherë për mua s'ka bërë gjë. Dritan, faleminderit shumë për jemi në prag të zgjedhjeve në Kosovë. Çka do t'i thotë gjithë shikuesve të emisionit Kushia Show, veçanërisht qytetarëve të Republikës Kosovës, para kamerës? Do t'i bëja thirrje gjithë qytetarëve që të votojnë. Të votojnë, sepse vota, shiko, nuk është problemi kënd, vota është detyrim kushtetues. Dhe në momentin që ti voton, ke drejt të kërkosh llogaria ti tjetrit. Dhe të votojnë, në rast se nuk i pëlqen një individ, në rast se nuk i pëlqen një parti, ta bëjnë votën të pavlefshme. Por ama në rast se ne kemi 2 milion votues në Kosovë, dhe në rast se nesër dalin 1 milion vota të pavlefshme, dhe 1 milion tjera ndahen midis 7 partive, atëherë do të thënë që 1 milion shqiptar nuk janë dakord me asnjë nga këto. Dhe kjo është shumicë, dhe ti tregon atyre që shiko, se radhë e hodh, por radhës tjetër ne mund ta gjejmë dikë që këto 1 milion vota t'ju rrezojnë juve dhe t'ju çojnë juve në shtëpi përgjithmonë. Pra ti tregon fuqi politike, sepse njeriu nga natyra është një qenie politike. Ne konsumojmë politikë në kafe, konsumojmë politikë në shtëpi, konsumojmë politikë këtu në këtë emisionin ton bashk, dhe pastaj kur vjen dita e votimit, jo më mos më intereson. Jo, ty patjetër të intereson se e ke detyrim për veten tate, për fëmijët e tu, për të ardhmen e fëmijëve tu. Absolutisht. Prandaj duhet patjetër. Edhe ndryshimi vjen duke votuar. Absolutisht, sepse ti kur voton kërkon. Pra unë të kam votuar, ta kam dhënë, ore të ka për kollare unë ty nesër, se them zotni, ta kam dhënë votën unë ty. Po çka më bëj cilën si ti pa kollare? Pa ne, ka për zhelje shetun. Faleminderit shumë Dritan. Respekt dhe faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kaq të personave që jemi javë tjera, sigurisht. Faleminderit shumë.